A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Javën e kaluar, tema ishte lidhje me do vepra që varësisht prej niyetit do quheshin të mira apo të këqija. Shembulli i asaj ishte pasuria, malli. Telefonat i ndalim tash, ju lutem, i vëm xhepa. Mundësiçën e pazati, lo. Do me thënë, pasuria, nëse dë përdoreshte si duhet, për sevape, në rrugt të Allahut, ajo dhe ishte diçka pozitive. Nëse dë përdoreshte për të majrat e kësaj botës, nuk dhe ishte bash edhe negative, për njerëzit e dynjas dhe kishe vlerë, shembull tham, veturën e mirë, shtëpinë e mirë, fëmijëve, familjes, u sigurisht një jetë të mirë. Këto, zakonisht njerëzit që japin vlerë shumë dynjas, këta njerëz i çmojnë shumë dhe i zmadhojnë në zemrat e tyre. Mirë po, diçka negative këtu nuk ka. Njësa jep ky njeri zeqatin, nuk kemi të drejtë as unë, as ti, me i thanë diçka këtyne njerëzve. Dhe grupi i tretë ishte që do shkruaste diçka shumë negative, bile thoshte Kadi Jadi Rizillek, gabimi i madh, me kursy atë pasuri, se thot pasuria e ka një qëllim, ta shfrytëzosh dobin e saj. Nëse je musliman i mençur për ahiret, dhe i shfrytëzosh dobit e ahiretit. Nëse je dynjaxhi, dobin këtë dynja. E asnjë dobi nuk ka ta kursesh atë pasuri. Dhe shembullin edhe asi, një arkëtar, një rojtar që e ruan kasën e mbretit plot pare, ndërsa në fund mapa kur e ndron smenën, shkon në shtëpi, nuk ka pare. Qashtu është edhe njeri që i kursen paret në këtë botë. I len me një qosh, kur vetura, në të kuqen ka hi njani, bum, i ra, shkoj, ato pare di haje dhe kush i qeter. Tam. E tash, dhe vazhdojmë edhe pak në lidhje me këtë, se si pejgamberi a.s. e ka menaxhu pasurinë, thot Kadi Jadi, pasanik i vërtet është ai që din ta shpenzoje atë pasuri, jo të bëhet rob i pasurisë. Vërtet edhe zemra xhamat, neve kemi ndjer ka dënierat ndjenjë. Hajde bërë. Na ka ardhur brenda në zemër neve ajo ndjenjë, kur japim vërtet na vjen një freski në zemër, lirohesh. Sa ajo pasuri, ajo pare, ka një barë brenda. Edhe ta jepat kooperacia ajo pare. Ajo shërohet vetëm me të kundërtën. Sëmundjet shërohen me të kundërtën. Po na erthtohet, duhet mbërthehemi që të na vjen xhef. Po na erth shumë xhefët, duhet fladitemi. Nëse kemi temperaturë shumë e rrallë. E tash nëse e shohësh se pasuria të lishon diçka në zemër, filloj jep, atë dihesh pasanik i vërtet. Dhe thot Kadi Jadi, shife jetën e pejgamberit sallallahu ta'ala aleyhi wa sallama. Mo nëjsim halat në zefena se ka do lëvizja ta shofim kush vin, kush nuk vin. Normal, shi ka ra, së në kanar deri në ski gjamija cin të falin, e ka në falin gjamit e veta njerët. Këtë jastë, dhe jemi tolerant. Thot Kadi Jadi, shikoje jetën e pejgamberit a.s. dhe sjelljen apo metodologjinë e ati me pasurin. Do ta gjesh se, edhe pse, ati janë dhanë shumë thesar në këtë botë, do me thanë shumë pasuri. Me Fatihul Bilat, janë dhanë shumë çlirime të qyteteve, ka çliru shumë vende pejgamberi a.s. Dhe ai e kishte halal plaçkën e luftës, që pejgamberët tjerë nuk e kanë pas. A më ne paramendoj xhamat, e ke çliru një vend dhe armatimin që e ka ushtria, ku e di vendet kyçe që i ka i shtet, kitë bojnë të tujat. E pejgamberi ka pas të halal t'i përdore, bile edhe t'i ndaj, që dhe përmendim inshallah, humus i thënë kësaj, 1/5 me ndajt. Pastaj, njetën e ti, e çliroi Hijazin dhe Yemenin, gjithë gadishullin arabik, a i e çliroi, madje edhe një pjesë të Shamit dhe Irakut e kishte në dorë. Allahu Teala ati ja bani halal 1/5 e plaçkës së luftës. Allahu Teala në Kur'an thot, humus i thon kësaj, 1/5 pe këtë asaj pasurisë që është mbledh mas lufte, duhet të jepet Allahut.
hesjepi Allahut. Si djapish Allahut? Do me thanë rrugës Allahut. Do me thanë falni gjema që u thëmë, rrugës të hoxha lejkit, rrugës të hafëz lejkit, rrugës së medreses, rrugës së gjimnazit jo. Rrugës medicinës hiq ma hiq jo. Më falni që va them këtë. Tash dëkush i u prek, mos mu prek nëse unë e vetë kam sos gjimnazin. Tamam. Neve jemi fasika. Dhe sa të dush banu muslimani mirë, a i lom, a i bagash i madh që ta kalan shkolla e mesme, as njerë nuk do pastrohet. Prandaj leni këto pralla që pak e në do hoxalar hynë në këto gabime që zeqatin studentave, sadaka studentave, cilit student beloqk? Cilit student, a i mapa kur të bëhet profesor të mashaj pejgamberin edhe Allahun edhe Kur'anin? O ti parja e muslimanit nga Kur'ani dele jo, zeqati që duhet tipet. Apo që një e pesta e këti humusit që duhet tipet. Në rrugë të Allahut, në rrugë të Allahut, ja, mos mu prekse edhe unë e futa vetën aty. Studenti që nuk studion dinin e Allahut, mos jep zeqat. Individe mund të ketë. 1, 2, 3, këtu që e din islamin 5 vakët namaz. Ama kur të flasim ne tash, në publik flasim, apo? Flasim diçka përgjithshme. E të tash kjo një parim shumë logjik dhe i thjesht. Kur flitet në diçka të përgjithshme, individet apo përjashtimet nuk miren parasysh. Apo? Kur themi ne, shqiptarët janë njerëz të mirë dhe të guximshëm, themi. Tash një 2 a 3 se janë frikacak, nuk i ka fajet kitë mileti shqiptar, apo? A, këtu të konvenoj, apo se i lavdram shqiptarët. Qashtu është o loqkat e hoxhës, o gjemati i hoxhës, o ju që e bonët qkaq mal zemrën e hoxhës kur e pash skenën në Jaci. Beta vonë, jo abdesi, jo shejvi, jo u lagëm, si balerin kom hecutës, më lagën shalvaret, mbritën pak vonë, e në ullën bas, shof nise son të pak ma kalabalek, derës kina, të tu harova kitë. Dhe shof, ki nuk i ka flok të bardha, a qetëri mjekrën e zezë, ky qetëri flok të zeza, a qetëri frizurën e bukur, ki gjem të ri, këto në derës që vikan, kthesh kokën këndej, këto zvinë në derës, apo? Tëm besoni dhe këtë madini për nderë që va thomë këtë të vërtetë. Zeqat, pare, në rrugë të Allahut nëse dojni të adini, është vetëm ajo që di shërbe Kur'anit dhe Sunnetit. Njeri dhe bëhet doktor, e i valat, në shëroje, në operoj, doktorët le t'japin zeqat. Mezhlisi mjekësis edhe medicinës le t'japin. Nëse në mezhlisi mëftinis, mezhlisi xhamis, mezhlisi mektepit, du jape aty në pare, çka dhe bëhet për këtë hafëzin këtu, që s'kishte ujtë në zefët atje në medrese. Ju nuk i dini këto, ason si kom dit këto. Se ne gjimnas kemi kry, e kur ka raz ilja urës e fundit, rrrt Counter Strike. Hajde të qetri në futbal, të qetri udhnave, ky qetri kafeve, ky qetri drogës, ai qetri zinas. Ai medresanti agje që flen ta njavën, që se shef nanën babën, s'ka ujtë ngrofët. Pse? Unen e ti pin xhamia në gjumë hoxhën, tha studentave zeqatin, ne shkum. Për ne studenta gjio, ai dy një lekin që e studion. Ku e dim ne se pas ka studenta që e studion dinin e Allahut? Pa qenë njeri me zhlisit këtë nuk e dishim neve. A e dini sa njerës nuk e ka një idenë se egziston FSHI-a dhe medreseja si shkolle mesme. Nuk e din çka është bile idenë si ja kanë. E ne tash kur themi studentave zeqatin, a i normalisht edhe shkoja aty në qerve d'jape. E ne me zeqatin tënd, dë ble ku e di qka, dhe e thire dhe një vajzë ku e di qka në ku e di qfar vendi, dhe dë bëhe ku e di qfar pune. Me me zeqatin tënd, me zeqatin te. Për qatë, kemi shumë të pastër dhe të kuptueshëm të pak të neve që jemi në mezhlis. Zip se unë zefat shkaq, sa ma i risha arau se kina dërë, ka dali, qojë që ashtu rafsh. Nuk qojët be gjemat, nuk qojët që një e peste e ganimetit, plashkës së luftës, një rrugës Allahut, dhe këtë tashmo e kemi të qartë. 2. Pejgamberit alayhis salatu wassalam. Atëherë kur ka qenë gjallë pejgamberi. Pastaj fëmijët e ati, ehli bejti, nipat, stërnipat e kështu me radhë. Deri shumë vonë, Perandori Osmani ka pas me dokument me evidencë se kush e ka prejardhjen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga Hazreti Hyseni e kanë emrin Sejid, që xhamatlit ton i kanë qif emnat javën fëmijëve Sejid, do thot efendi. Nga Hazreti Haseni Sherif i thonë, tamam. Ka Hazreti Hyseni Sejid, nipi pejgamberit. E mund ta ketë emrin Abdullah, ama Sejid Abdullah i kanë thënë. Nga Hazreti Hasani nëse ka pas prejardhjen, Sherif i kanë thënë, tamam. Mirë,
Pastaj jetimëve u jepet skamnorve dhe njerëzve që kanë bet në rrugë. Në 6 klasa ndahet kjo puna e kujt? Humus, 1/5 e plaçkës së luftës ganimet që i thuin. Kjo halal vetëm në sheriatin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E që i krat një pasuri shumë e madhe. Ta shojmë si e ka menaxhuat. Dhe gjizja që merret një tatim nga jo muslimanët, sipas mezhebit ton. Disa kitabe të fikut anefi kështu kalon. Nëse ai jo musliman e ka gjendjen mirë, do jape 48 dirhem. Nëse e ka mesatare, gjysmë asaj 24, nëse ka të dobët, gjysmën e asaj 12. Kjo është një farloj tatimi se nuk merr pjesë në ushtri, helbet me ndodhë dhe një luft, a i nuk dhe luftoje, e po pa pare së njetush me një shtetë, gjema që jeni kontabilista bare me edeni, sot as që ki ujti bile pa tatim nuk hinë shtetin tonë, të lutem. Si pas sheriatit islamit, kjo njëherë ripet një tatim, kur vjen nga eksport e import, si i thunë, pija shtetit kur vjen brenda. Kur hynë në kufi, e japish njëherë një, thujem një shumë, ushër i thunë 1/10, ma pa e vazhdojsh punën tande. Që sot bota jo muslimane, me marrë vesh se sa ma tepër në qarë do jenë me gjizje dhe me tatimet e islamit, ato dhe kërkën sheriatin para neve gjemat. Se ne sheriat, kur themi me ndoj mjekër gjatë, gratë me peqe, e në gratë tonë në thunë, nuk du sheriat. A i që i thot nuk du sheriat, Mahmut Efendia Hoxha më ka thonë, është qafir njëtë si Stalini. Një njeri që thotë nuk e du ligjin e Allahut, është qafir njëtë si Stalini. Sot, si Netanyahu, si a qetri, si ky qetri. Mirë. Apo zeqatet e muslimanve, i vishin ati pejgamberit të dashur s.a.s. Aqë shumë pasuri e madhe që mblidheshte, thot mbretërit qerë nuk mundeshin të arin as gjysmën e asaj. Dhe vërtet, Allahu Teala jep bereqet xhamat. Vërtet, elhamdulillah, ajo bashkësia sjell fuqi, si themi, muslimanët kur i mbledhin me një vezë zeqatet. Dhe unë e kam thënë shpesh në derse, a dyshojsh, a nuk e dish ku, a nuk e dish fiks personin që t'japish zeqatin, jepja myftinis, jepja bashkësisë fetare islame. Atëherë ai do ketë një buxhet shumë më të fortë, e ne inshallah di menaxhojë mirë paret për talebet, për studentët, për medreset, për hafëzat, për hoxhallarët e kështu me radhë. Atëherë bëhemi edhe neve më të fortë, që shqyr Allahut, kam gjuse, bashkësia islame miri pas ka punët, Allah i ashtoft hala më tepër, Allah i fuqizoft hala më shumë, e ne ekonomikisht, e ne shpirtnisht. Mirë. Shpesh ndodhte pejgamberit a.s. i sjellnin hedije mbretërit e ndryshëm nga vendet e mëdha, nga vendet e huja. Mirë po që fillon menaxhimi. Ai as njënën për atyne nuk e ndau për vete, sallallahu ta'ala alaihi wasallam. As një dirhem, as një dinar bile nuk e kurseu për vete. Për kundrazi, i hargjoj ato në vendet të duhura. Madje, i boni pasanik të tjerët rreth atij që ishin, veten jo. E forcoj botën islame me ato pare. Që kështu duhet be xhamat me u menaxhu. E ne i na mësu, hoxhallarët kallëzojnë des, o loçka, qene një sinceritet që e dini ju hala ma mirë se une. Pa pare nuk bëhet kur gjo, xhamat. Tamam. Këtë nuk e themi që tjetë kriteri parja, hashave, kella, stakfirullah, 100 herë. Ama nuk shkon be xhamat. Shif, rrymën e kësaj xhami e përdorim, e dëkush pakun, që ato sene vijet haki i hoxhës që i thunë. Ajo e ka emin haki islamit, nuk e ka haki hoxhës. Haki islamit, këtë rrymën e përdori për xhamat. Rrallë dë njerë, Allah i na falë për çat ka dë njerë, duhet me dhanë edhe sadaka në xhami, ka një kuti, ka dë njerë, fajt diçka. Pse? Dë njerë e përdorishëm për çështje personale. A nuk e përdorim? E përdorim be xhamat, ku Hazreti Omeri ka vdek moti. Një njeri që dështiret sot si Hazreti Omeri o munafik o diftersh, ne gjithë e përdorim edhe vakëfmanin për çështjet personale. Për çat ka dë njerë, dhe një sadaka xhamis, mirësh me ata. Sa hoxho haki hoxhës, nëso i hoxhës unë të apëlloj një shumë çuditi. Haki xhamis është, unë sa e ditë është, mos jem gabim, 50 euro në vit, a ashtu? Nuk o gjina, në vit be xhamat, gjithë kushton, jepinja 60-70 euro. Quja sadaka vetes, dëshmoja Allahut se të premtet, apo dë njerë ditave qera, rim tu me hoxhën, bëjmë mohabet, përdorim rrymën, përdorim atë, përdorim këtë. Tamam. Shtashe në njerë, pa pare nuk bojnë këto punë. Tamam. Mirë po, vija shumë e hollë. Rizaja Allahut, apo e? Benjamin Franklin, si e ka emin e qetri. Tamam. Mirë.
Sa që ka thënë pejgamberi jon sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ma yesurruni enli uhuden dheheben jebitu indi minhu dinar. Nuk më gëzon ta di se do ta kem këtë malin e Uhudit, kodrën e Uhudit pi altani. Edhe pi asaj të marr 1 dinar, 1 parë themi, nga altani, nga ari, dhe ta mbaj me veti atë natë të flej me atë pare. Kjo nuk më gëzon, nuk më le rahat, nuk më fle shpirti, thot pejgamberi alayhi salatu vesselam. Përveç me një përjashtim, shifet atë shembull që e merr për temsil, për të na mësuar diçka, edhe aty e shin realitetin. Do me thënë, nuk e hiperbolizon pejgamberi alayhi salatu vesselam. E neve kemi qif dënjerë, une asnjëherë, ti beja. Rastin e parë me njeri them parimet. Ja pejgamberi alayhi salam, edhe kur e ka marrë këtë shembull, të kishte ndodhur kjo vërtet çashtu do ishte. Nuk do t'ja kishte gëzuar as pak zemrën, shpirtin pejgamberit, nëse dhe kishte 1 mal pi altani. Mirë po thot vetëm me një përjashtim. Nëse do kisha borx ndaj dëkujti, do më gëzonte fakti të marr 1 copë altani pi asaj, sa t'ja paguj thujemnin borxhin atij njeri. Prandaj ne musliman xhamat duhet me pas pak kujdes. Këtë punën e borxhit nuk e marrim shumë seriozisht. Habe se dja kthi, po be ti dja kthesh, ama ti duheshin para 2 muaj ato pare. Te mapa që ai çka ka vujt për t'i mblu ato harxhime, ti kur japish ma nuk ka kur një farë vlerë ajo. Kaloj në qitapet e fikut va kam thënë, apo mirë është të ngjojmë mirë xhema ato, të koncentrohena, telefonat mbas dersit. Çka tham? Qitapet e fikut kështu kalon. Një njeri, personi A, që i ka borç personit B. Personi A i ka borç personit B. Enveri i ka borç Luanit. Derisa t'ja ktheje borxhin vllaut të ti musliman, përveç ujtit dhe bukës, se di kripa hyn aty. Do me thënë, sa të mbjetosh gjallë, i kije halal të mirat e kësaj bote. Gjatë tjetër të harxhosh nga paret tuja pa ja kthy atij borxhin, haram katran e kije. Tash le ti bëjnë hesab këto familje që marrin borxhin e shkojnë mapa ndeti. Ja kryn punën 700 euro, 1000 euro ja rregullon motorin, ai qetri shtëpinë, fasadën, thot do t'i paguaj. Për sa? Për 2 javë. Presish të bëhen 2 vjet e 2 javë, ai nuk ka atë pari. Çdo harxhim jashta, aty ne domosdoshme që janë për të mbet gjallë. Ujë. Hajde ta vemi edhe rrymën aty, se duhet nxefesh apo të thladit e shtëpi. Rreskin që ja çush fëmijëve, këto përjashtim. Këto ato qera, cigaria, kafja, soki, tosti, qifleja, burreki, ajo, kjo, kitë na shkruan haram. A ne vedim se vesh mishi i derit haram. Ne vedim se rakia haram. Jo bela, e në ujtë i tharët të bo haram. Se i kje borç ati dhe nuk ja ke kthy. Se e ke caktu një datë, apo duhet me ndet besnik. Këtë nuk e thomë me këshu, ta hiperbolizoj që ta frigi xhamatin t'i paguje borxhet. Hakikati është që këshu. Tash mendojnë amin këtë des, a i kom dhe kujti borç. Njëherë pejgamberit alayhi salatu vesselam i erdhen dinarë, do me thënë do pare nga altani. Dhe i shpërndau ato, ja shpërndan të shokve të ti. Do me thënë sahabëve të ti. Dhe mbetën vetëm 6 dinar, monedha, pi altani. Ato i shpërndau të gratë e veta. Pastaj, ratë flej pejgamberi alayhi salatu vesselam, nuk e zuri gjumi, siklet. Erdhen hedije do pare, erdhen do altana, ndoshta pi lufte, pi plaçkës së luftës thuhet në për sherhe, në për komentime, nuk e zu gjumi pejgamberin alayhi salatu vesselam. Përgjithësi, me atë pare ndoshta edhe një sahabi dishoje buk fëmijës së vete. Ndoshta dishoje buk gruas së vete. Ja Rasulullah, sa hadithe kalon be. Hazreti Aisha thot, me muaj ndodhte, po nuk piqeshte mish në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Nuk i kujtohet shtëpia e tij. Ja kish dhënë ato paret gratë e vet aty rujnë, helbet për idaren e shtëpis, apo që për idaren e grave të bojnë vet idare ndërmjet veti, nuk e zu gjumi, pejgamberi alayhi salatu vesselam u tha mi sillni tek ka prap, edhe ato të nesërmet i ndajti pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha, el an istarahtu, tani u rahatova. Thash të nesërmen hikin nga goja, ndoshta momentin e njët, ditën e njët ka ndodhur kjo. Tani thot u rahatova. Kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ti ala e kje paret e ati. Stakfirullah.
ndeti shkon me pare tuja. Qatë se fali? Jo se i kam dhënë dhe kujtë borç, ama e vetën pozitën e një muslimani që i ka dhënë dhe kujtë borç. Shif, hajde, ujtin e tharët ta fali. E në cigaren ta fali, hajde. Ama detin s'ta fali. Ja. Jo, gjali jem të rejnë 47 gradë këto, të punoje në skele a gjenë nalt, zakonisht këtyne unë besim në borçlia, po këtyne majstorëve sen. Hajde punoje t'i skuqet ftyra, si kur themi ka punu të djelja që e nalt, e në ti që ishtë në deti, moja paguish hakin punëtorit të ati, apo gjallit të ati. Unë me kam këtë që ja kisha bo halal, as njëherë. Dhe vdiq pejgamberi a.s. u e dir'uhu, që parzmoren e ti që e kishte, që e mbante në luftra, e kishte merhun e tun, e kishte dhanë rehën, do me thanë e kishte lanë dorë peng, e kishte dhanë peng, fi nafakati ijalihi, dhe kishte marë pak pare nga një jahudi, që ti qoje buk antarve të shtëpis. Kur vdiq pejgamberi a.s. e kishte këshilu Hazreti Aliun para prakisht, këtë borç të ma paguish ma pa të mshtini në vërë, dhe Hazreti Aliu këtë borç e pastroj me një jahudi. Do me thanë pejgamberi, kras gjitha asaj pasurisë që i ka ardhur në dorë, si kryetar shteti dhe lideri muslimanëve, dhe një pejgamber. Njerëzit e kanë dashur shumë, i kanë sjellë shumë hedije xhamat. Tash do hym pak në detaje. Dhe në fund vdes, dorëzon amanetin, tu e pas parzmoren e ti peng, neve si thujmë me kësaj kapari, thujmë, no. Thanë kur e la, kapzimal, po. E na jo pi arabishtes. Thanë, ja lash, themi, telefonin, në për hotele që e lanë pasaportën aty, që helbet mesën e paguj të i, apo tjesh kaps, do me thanë tjesh peng i ati. E tash parashtrohet pyetja, gjithë ato sahab që kanë qenë gjendjet vdesin për pejgamberin a.s. Gjithë ato sahab që kanë ditë të unët, do shtë edhe të etur për pejgamberin a.s. Pse i dashur jon sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje të shkojë të lipe me det për një jahudisë mallkuar që kalon në Kur'ani Kerim nga gjuha Hazreti Isës edhe Hazreti Davudit. Sot më mire shef bota pse janë të mallkuar. Se ka dënjerë edhe ne musliman, hasha unë as njerë, ama ashtu kishim në rrethin tonë do muslimani, e në ato njerës, ma me se Kur'ani dhe e dish, e në ato njerës, po shife si besojnë, boti, shife si besojnë, veç ato që jenë gjallë, qerët këtë vdesin, njeri ma i poshtër se kjo, a mund të egzistoj, belot. Ja e kuptuam pse Allahu Teala i mallkon në Kur'an ato. Pse pejgamberi a.s. tha, kur s'ka pare t'jape sadaka kështu me t'holla, le ti mallkoje këto të poshtri se o sadaka. Tash e kuptum shumë ma mirë, ja Rasulallah. Ama nuk u desh ndodhe kjo për ta kuptu. Pse? Për ati dyshmanit marrë. Për t'ja mbyll gojën se jahudit e than një laf shumë të madh. Inna Allahe faqirun, than. Fakir, fukara, më thanë, s'kam nor, nevojtar është Allahu, ne jemi të pasur. Pejgamberi, për t'ja mbyll gojën, të thotë që, do të marrë ty e borç, ndeshoj se Allahu Teala nuk do më lane pa ta pastru ty atë borç, tu që në gjallë, ja unë dhe ta paguj, nëse vdes dhe kush i qeter, ta kuptosh se neve muslimant Allahu na ndihmon borxhin ta pagujmë rirat. Ni kjo mund t'jetë arsye. 2. Për me u mësu sahabëve, një veprim i pejgamberit shumë mësime mund të ketë. 2. Për me u mësu muslimanëve se është xhaiz, është diçka e lejuar me marr borx edhe pi jo muslimanëve. Mirë, po shkoja, le të jetë opsioni i fundit. Dhe e treta, më e rëndësishmja, pejgamberi a.s. nuk ka dash t'i ngushtoj sahabët se e ka di që ato e dun pejgamberin e tyre ma shumë se fëmijët e tyre, ma shumë se gratë e tyre, ma shumë se shpirtnat e tyre. Kur dhe lipe borç, ato do t'ja apin kështu falës. Ma pa kur do se t'ja ktheje borxhin, ato nuk do t'a pranojnë. Prandaj ka shku te dyshmani, pe ati dhe ma shumë, ma pa t'ja ktheje ati t'jem pastër. Sot neve hoxhallarët që këtë situatë e jetojmë shumë. Vallai duhet shkoj më të dëni usta i palës tjetër. Duhet thiri dëni usta në shtëpi i palës tjetër. Se duhet shkoj dëni berber i palës tjetër, frege mama mjekrën mama shkurton. Nuk marrin pare be xhamat musliman. A be pi hoxhës pare. Sa që në për filma më duket, zgjon ato mici, beci, zgjon ato të Kosovës be gjibëj kanë shtosë. E në ato bile bëj kanë kësi skena, në autobus, qerët i rjep,
më thani mashtron këto qerët, kur vejnë puna hoxhën, pi hoxhës nuk marrin parë. Këto qerët i rjep i mashtron, pi hoxhës nuk merr parë. Ma kanë tregu kështu si shtos gjibën ata. Mirë, si e pat bëjmë në i plaki i motë shmi i Kosovës e? Besimun sa i di e ka, me bici, mici, si e thërshin atë? Ave jo kitë tri, ku janë ma plesë? Jo kitë, ha? Leci, po, leci. Ha? Leci e në cima, janë ato. Ta di, 90-tave ato, kush ka linë 90-tat i kanë bri ato. Jo e keni mbri, ka i kanë bri këto? Stupcat, mapa? Njërun e sharit. Qatë që thash, edhe neve mbesim në si situata, ngushtohemi, edhe më vërtet, në vend dë njerë edhe mbare, bile, edhe dë njerë jo më razi të rejet, themi, më mdreqet ajo maqina që duhet regulohet shu, dë kushi, dale që vërtet, hoxho, që ka që kushton, tja pagujme dhe t'jemi të pasër. Se ngushtohet njeri shumë. Mirë. Waqtasara min nafaqatihi, pejgamberi alayhi salatu wassalam është mjaftuar me nafakën e tij, do të thonë me idarën e shtëpisë. Wa melbesi me veshjen e tij. Wa meskenihi edhe me shtëpinë e tij, ala ma tad'uhu daruratu ilayhi, atë se ka pas nevojën jetësore. Prandaj ka qenë njëri për krye xhamat, se ka ditë shumë mirë ta menaxhojë këtë. Sigurisht që është kjo një ndihmë nga Allahu xhelle xhelal. Neve do gabojmë. Donjëherë këtu na hike, donjëherë andej na hike, donjëherë do lëshojmë shumë. Tu thanë të kallzojnë shumë që ne punojmë në rrugt të Allahit, shpinë e ke lanë bazdore. Edhe ajo nuk bën. Wa zahid fi ma siwahum, punët tjera ka qenë njëri zahid, i ftoft nga dynjaja, indiferent, thënë s'ka lëshu zemër për çështjet e dynjas. Prandaj, fe kane yelbesu ma wajadahu, çka do që gjente, çka ti qëllonte përpara si veshje çat e veshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tu pak duhet me undal. Edhe kjo sunnet po, mos ja vari shumë e shumë veshin, asaj që e veshish a kombinohet bukur ngjyra me atë me kët. Mirë po ashtu është edhe sunnet me u vesh shumë bukur me u kombinu. Se pejgamberi alayhis salam të dyat i ka bë. Mirë po puna më lëshosh zemër, çat nëse dhe mund ta menaxhojmë këtë problemi sot. Neve o shkele shko, kërkun të rachet, tash më e ofendojnë dikën, ama kitin asi kombinu bukur. Ama, nalt, gjishilt, posht, portokalt, tërleki i bardh, këmajsha e kuqe, patikat e verdha, gjyrat e ylberit u bon duket, kujdes. Neve nga mos interesimi apo pa kujdesia e bëjmë këtë, o kur bëhemi pedante e bëjmë pak për anë të më shofe ky qetri. Do me thanë, neve ala kemi bërlok në nefs, duhet kjo me u pastru mirë, si të pastruhet dhe lezu shifa i sherifin. Dhe të mundohemi këto të izbatim. Mirë po, që ka të synnet sot, me që kanë ndru pak konceptet. E shohish ky qetri veshet 2.000 euro, e qetri 3.000 euro, ky qetri ashtu, ky qetri kështu. Ky qetri ala nuk e din se ekziston medrese, ka FSHI, apo ashtu mendojnë fëmijët, i shoh, mendojnë se un jam hoxh shumë i madh se kam bërë shumë hatme. Apo kështu mendojnë fëmijët. Pi kujt e merr kët akide dhe bindje pi nanës vete dhe pi gjyshes vete në shtëpi. Ashtu mendojnë, sa më shumë hatme, çaq më hoxh i madh. Ashtu, e atëherë ti në këtë nivel të dijes mos u vesh ajo që do të dalë përpara, të lutem. Se dia shkatrysh dinin edhe imanin këtyre njerëzve. Sot mentaliteti njerëzve është se duan të shohin njerëz pedant, sidomos njerëzit që përfaqësojnë fe, atëherë të paktën të jemi edhe një kombinim i bukur, letje tamam, gjëra të lira të veshim, ama dukemi bukur pastër, një xhybe të mirë, një shall të bukur, për hoxhallarët flas. Ju si xhamatli, një terlek të bukur, një këmish të bukur, një pal pantule pak më xhana të bukura, se mora të flasim sipas islamit. Ne vetash dhe e bëm këtë. Ka do synnete ashtu janë. Tash populli, milleti, nga xahillek i madh, nuk i njeh se këto janë synnete, e mund ta shtish në gjunaje shumë të dhaja. Hoxha me ka bë. Synnetesh, edhe kësi shalli të veshish, do me thënë, ka 4 anë të jetë e mbërthyer, do me thënë e mbyllur, është sunnet edhe me lishu, si i thujmë ne, si bisht mes 2 shpatullave. Ki shallit vazhdoj mes 2 shpatullave. E në kjo sunnet, mirë po popullata ka mbet shumë larg synneteve, do të përqeshe, do të ofendoje,
Ai ofendim shkon te pejgamberi alayhis salam t'ia shkatërrosh me dinja me ahiret të njerit. Atëherë populata është razi për këtë synet, po e din, kjo një simbol i hoxhallajkit, ai që s'ka stop edhe këtu, që s'ka respekt edhe këtu, lekum dinukum, veli e din, mamë, s'kemi punë, apo. Ai më fen e vetën e më fen ton. Mirë po ne kemi pa qëtër të strehohemi në një synet. E tash hëse është synet, populata nuk e din, dilt nesër mit me një shall t'jishilt, me do tërleka çuditshme, me do gelabije, me sandale, me gishtat për jashtë, flen xhami, ha me dorë, kujdes beloç. Kaloj te qitapi i parë që e kemi lexuar. Si e kishte emrin? Shemailul Muhammediyye. Sa ka hangër me dorë pejgamberi, ka hangër edhe thik ka për dorë, edhe lugë ka për dorë, edhe vilushk ka për dorë. Atëherë milleti sot a gërditet pak pit hangër mes me dorë. Atëherë ha belushk me vilushk. Ha me vilushk. Tamam. Nuk hysh në gjyna. Duhet mirë me i menaxhu këto për të vashpëtuar njerëzve imanin, se edhe neve ishim as i xahila. Mos harrim, edhe neve kalum një rini katastrofë. As namaz, as abdes, as akida, as ders, as mezhlis nuk dishin. Prandaj isha pak kundër, vin në Stamboll te medresja e hoxhës tem që sa herë ka hyrë në burg për ta mbajt këtë pamje, vjen njeri tash Erdogani që ka liru me kit, me të ma ermet këqi kitve va ka dhanë të liri, shkon njeri vajshet, thot njeri se ka ardhë një alimi, madhë një mufti e Egjiptit i Siris. Ka dale belesh. Ka dale se diri gje me done shkurta hesën muhallan tande. Në Turkmenistan, në Uzbekistan a gje, nuk lan as mjekër, nuk lan as tërlek, zhilet, policia, derin 40 vjeta, derin 60 vjeta, pas kanë të ndaluar të hynë njerëzit në xhami. Mbajnë 60 në hinë, zatën ato janë penges për islamin, që e shofim, pa keq kuptime. Ato që janë rritë me zhlise, për jashtim. Ma që? Mbajnë 60 vjetë nuk le. Tash, a gjesën ka capat, vajnë Stamboll, e prish një pamje, tu pat ketë njëjtë të dukemi, të diktohet se nxënësit që dalin nga kjo shkollë, këshu e kanë uniformën. Ato më vejsheshin me do t'jishilta, me do shalla, me do se. Dhe mbajsh një synnet, që është për hap në advent, që mos qerish muhabete shumë e shumë në rrethina. Edhe këtë dhe bësh me njetë për të vashpëtuar atyne imanin. Nëse du shumë synet, zgjohu namaz natë e fal. 8 rekat fal, mos fal më shumë. Zgjohu çdo natë namaz natë. Ajo mas synet, edhe se ai shalli i madh, e nëse gelabiet, e nëse krejt. Këtë e thot një njeri që veshet kështu. Ju që më keni pa, e dini unë si veshem. Mirë. Zakonisht pejgamberi alayhis salatu wasalam veshte shemle. Shemle ka qenë një shtof, si xhybe e madhe kështu, e ka fuk sipri, çaq, me një. Wel kes kisae el khashin, apo një mantil me vija të zeza dhe ka qenë një material, një shtof i trash. Apo wel burdel galidha, burde i vjen si jelek, mirë po ka qenë më i gjatë për te poshtë. E në kësaj i thyshin në fjalor si mantil hesapi. Pastaj, kur i vishin tesha shumë të shtrenjta dhe të bukura pejgamberit alayhis salatu wassalam. He, subhanallah. Wa yaqsimu ala man hadarahu eqibet e dibaq. I shpërndante, i ndante me shokët e tij, me sahabët e tij, kur vishin hedije, dhurata, xhybe, pejgamberi ka vesh xhybe, nga do mëndafshe dhe do materiale të trasha dhe të shtrenjta, el muhaweda të qëndisura bi dhehebi me fije ari altani. Kush e di sa të shtrenjta kanë qenë. Sot i shifni xhybe hoxhallarët kur dalin iman, shifni do lule kështu të qëndisura i kanë çektu. I keni vërejt apo te jaka në para mendojni ato pi altani. Sot me gjithë hoxhën e marrin e vedhin e çojnë apo s'ka çelsin e xhamis derën kiti thin po i vedhin ato. Pejgamberi alayhis salam i ka ardh nga ndonjë mbret apo nga një pasanik tjetër, do një hedije, dhe këtë nuk e merr për veti, kur e shef se kjo qen nga diçka shumë e bukur, shumë e shtrenjtë, vllaut muslim. Neve na vjen edhe nese, si të Hazreti Omeri para që thash, son shtiremi xhamat. Va tregojmë sinqerisht nivelin që e kemi. Unë e mund të vashpërndaj veç kur nuk kam përputhet numri, apo. Do një për YouTube më shofin, mendojnë se jam për L. Nuk jam për L. Ma pa, hoxho se kom ditë se çka që i nalë dukesh, po sa derë se kom thonë, jo marrë me sport, mo ta kalzush e numrin e këmajshës që e kom, apo. Si ja ka bo, mulla Ramadani, e ka gjuhën e ambël. Tu kalzu ders, e në gjemat, one, vajshik këmajshën, një kësel ja ka bo, apo.
piktu ti tash merre mesazhin. E tash neve po na erdhi diçka më e vogël, aty kallëzojmë një si pejgamberi alayhis do të jap çe. Shife atë bën ty kjo tjetra atë bën ty. Ama momentin kur më vije fix tamam, Allah i razi, shumë faleminderit. Shifni tash. Wa yarfa'u liman lam yahdurahu bila dunyer edhe yarfa'u ingrente de kundemek i ka vënë në rraf, atë në shkaf, në dollap, edhe për njerëzit që s'kan marr pjesë në ato mezhlise. Do të nuk ka qenë veç hu për ne. Hu për mu, po se po që s'ka qenë, po në hu për ne nuk ka qenë. Dhe tregohet një rast Muhrame i bën, se më kujtohet emri. Babën e ka pas jo musliman, në mosh, i shtyër në mosh. Vin do plashka lufte nga një luftë. Edhe ajo nuk më kujtohet, tash se lexova pak më herët, fiks për që këtë rast ka të bëjë. Tash ky djali i ri apo musliman, babën jo musliman. Mirë po, e din se pejgamberi alayhis salatu vesselam njeri shumë bujar. Ky që nuk është musliman, Muhrameja, i thot djalit të vet. Thot, eja, çom te pejgamberi se mora vesh që është mbledh një plaçkë luftës dhe aty do dalet diçka e shtrenjtë. Thot, unë e kam merak, ka pas një lloj i veçantë i xhybeve. Thot, unë e kam shumë merak çat xhybe. Si dalet dhe një pe aty, dja kërkoj, unë e ta veshi. Apo, tash juve, në një këmish apo në një pallë që e keni shumë merak. Thot, e mora babin tem për dorë dhe shkojmë te shtëpia e pejgamberit alayhis salatu vesselam. Tha babi im, thot, thirrmat e ka pejgamberi. Thot, mu duk diçka shumë e madhe. Nga respekti i madh, sunë thirrshan kam ton apo ti thon eja këndi. Kur e pa babi im se unë së lëviza, tha rirat o gjali babës. Ai nuk është njeri tiran, ai nuk është njeri diktator, ai nuk është njeri qiberli me njemath. Thire do të vijen kam. Thot s'kisha që t'i bëj, mo bab fundit, e thira pejgamberin, kur na doli, ndore ka të xhybe që e donte baba jem. Dhe thot, për ty e kam rujt, mora vesh se e dojke shumë këtë lloj të xhybeve, ja ty ta bëj hedije. Kujt një prindi të një xhematliu të mezhlisit të pejgamberit alayhis salam, që nuk është ende musliman, të Sahihul Bukhariu, sahabët kështu e përshkrujshin atë Muhramen. Thot, po, nuk ishte musliman, mirë po kishte do tipare shumë të mira, shumë afër islamit ishte. Edhe neve kemi në rrethin tonë, si që janë musliman aty dyshim nuk ka. Mirë po e shoje se pak terlajki mjekra gjiresh me atë hoxhën freget. Nja 2-3 gjestet bukra me i papi neve, a e dini si të zbuten. E dini si të zbuten. Për qatë që këto let jenë derse për neve. Ma dje, neve që mo e te kalum, apo ne nuk falim vetëm namaz. Ne vim edhe ders në gjojmë, rrim në për mezhlise, bëjmë mezhlise, apo, ja, hoxha. Këto skena mund të ishush në mezhlise o gjemat. Të kun qeter së një shoish. Gjematli tonë ashtu janë, Allah i razi 1 milion herë. Së një numroj mo, a këmisha, a kuedi sahat, gjithë ato hedije në kanë ardhë. E tash ato mund t'i bëj që këto synete në mezhlisin, nëse ndjekim rrugën e pejgamberit alayhis salatu vesselam, nëse rrim në për kafe, nëse rrim kuedi në për far lokalesh, nëse nuk shoqënohemi me hoxhallar, nëse unë si hoxh nuk bëjmë mezhlis me gjem trit që kështu të mbledhemi, së ndi përjetëm këto bereqete. Për qatë kjo letjet një masim për neve, e ne të mundomi të bëjmë mezhlise, shok mezhlisi, që këtë koncept të mgjallim edhe njerë, shok mezhlisi, shok ode burrash, të bëjmë muhabet për fe. E ja tash e dini, e kemi që aty nga xhamis është, xhamiat nuk është shumë vendit me i përdore dhe për të bërë muhabete, për të pi çaje, se në rrim shumë vonë, qatë që thash atë synnet. Synnet është në xhami të rijet, po milleti e keq kupton. Atëherë synnet është edhe jashtë xhamis mblidhemi dikun. E kemi që aty një lokal, dhe vogël kur dojni hajdi, ti përjetëm që këto bereqete, dhe një këma ishë se di, bëjni dua veç, vaj e ma e vogël, apo, Del gjemat, rini ratë. Aj që e run derën e mezhlisit, në fund, Osmanlit kanë thënë, çorbën, ajde e pa je, apo. Sepse thot, të krenohesh me veshje, apo me stoli, me halka, me vlançe, me vanthe, me kuedi qka, nuk është nga tiparet e burrave me nder të madh dhe pozit, autoritet të lartë, po është nga tiparet e femrave dhe grave. Kjo nuk o për të nënçmu. Allahu Teala ato i ka kriju ashtu që stolitu kanë hija atyne.
Burrat kur stolisen shumë me njerë gji, janë gjesim do një lagapi, thëmë gji e bobe, ku e di gji. Atër thot për burrat e lavdruara, pe këtyne, që i përmendëm për pejgamberin alayhis salam pasuri, veshje, ma shumë për veshje, është letjet e pastër, pik, e pastër. Era gjerës mos në vje, xhamat. Leqe, diçka shumë mos kemi. Ama Hazreti Omeri me njoll, leti Hazreti Omeri. Neve nuk mund shtiremi Hazreti Omer sot. Tamam. Hazreti Omeri është i pa rritshëm për neve. Ti mbrije Hafës Salin e Xhamisatit. Si ai bon. Ti mbrije Mulla Mahmutin. Ti mbrije ato hoxhallar që tregojnë Sali Efendi, ama damati kanë thënë, një Sali Efendi tjetër. Pin 200 metra diktu se ai kalon, shkëlqen. Gjybje e bukur, jeleku i bukur, i peglatët bukur, shalvaret, pantullet e gjana. Super. Shkëlqen pilark. Që ashtu duhet edhe neve me u bë. Dhe nga i lloj që ke vesh, këmish, apo të themi palte, apo jelek, apo kuj diçka, le të jetë diçka mesatar. Shif na jep mësime. Qadi Iyadi. A duhet të ngjash pejgamberit alayhis salam. Do jesh mesatar. Do me thanë, do ketë edhe ai, edhe ky, edhe ai qetrin, trek. Ku e di, mileti, çka tu vesh në kvalitet, mesatarisht, çfarë dhe veshish. Mos shkota te projshtot as shumë nalt, do me thënë me çmim diçka shumë të shtrenjtë në vesh, as edhe diçka shumë të lirë, se thot të dijat do ta bëjnë me gisht. Të dijat ka famë, të dijat fama janë negative të këqija. Te njëna do ta bëjnë shefe kët gjinafi, te qetri ta bëjnë, ja ky qetri. Te kjo ka të shtire si njeri shumë i devotshëm dhe zahid, indiferent ndaj dynjas, ta jo qetra zeten ke hyma me 4 kam në dynjallëk. Duhet me qenë mesatar, tamam. Atër juve i dini ma mirë çmimet e këmishave, patikave, sen, mirë, po paska tash mesatare mund tjetë tash në 500 euro, se paska do firma pa lidhje, do këpuc çëkaç, papuçe, mi kallëzojnë fëmijët. Në Evropë, ku e di, Valenciaga, gjion ato. Ne dim Valencia, ekipën, apo. Çëkaç një palë këpuc, 1.000 euro, 2.000 euro, këtë çmime. Ato, as nuk i bëjmë hesab bile xhama. Neve e dim sa e kemi fuqinë ekonomike, e shohim, e bëjmë një mesatare, thuish unë çka çmimi do blej vetur, çka çmim do blej këmish, ma tepër nuk mundem. Sepse thot sheriati, feja, islami, pejgamberi alayhis salam e kanë nënshmu me u krenaru, me ndjet krenari, me u ndjet krenar, me gjëra të kota të kësaj dynjas, me shumë pasuri, shumë veshje, apo shtëpi e kështu me radhë. Po ashtu thot njerin mund ta mashtrojë kjo ndjenja edhe në shtëpi, thot. Edhe në shtëpi, me pas shtëpinë shumë më të gjanë, me pas shumë alete në shtëpi. Që gratë tonë. Gratë tonë. Sa, se i thunë, sa kutonja, në servisi, se i thunë, kishte një emën e harova. Sa ekipa, nuk po, se i thushin, kur janë kitë një paqet, njëta gotat kur janë, se i thunë asaj? Servis i thunë. Set, po, set. Servis. Të beqar për ka edhi? Apo është hazër ndoshta? Që sa seta për servis, i ka ne kena numëru asë njerë. Ama nuk kajnë fund të gjema. Nuk kajnë fund. Sa herë që vinë misafir, blenë të reja. Sa herë që vinë misafir. Apo, që tash grati ngucëm, u e merë kubati me vetura. Atër, kuaj, kafsh, sot vetura. Gjemat, haj një, maksimum 2 vetura mund të duen, edhe 2 nuk duen. Haj, një të sosin punë, sidomos të to. Ama, e duen një pja saj, një pja saj, një. E kam thanë edhe prap dhe them, ne gjemat jonë, si nuk hymë në atë kategori të pasuris, pra ndaj rahat jemi. Ama helbet po i shkon dhe kujt në vesh, ruja atë pasuri, ruja fmive, apo të pak të në shpenzo, që të të vinë botën qeter ato se vape me ty mirë. Dhe thot, kush e ka në pron një tokë, një fush, një shtëpi, apo që një pasuri, tesha shumë, dhe Allahu ja ka mundësu këtë, me gjithat, thot, e braktis, i len ato, anësh dhe bëhet zahid, do me thënë zuht, takva, njeri devotshëm dhe i ftoht për të mirat e kësaj dynjas, ai është njeriu që me të vërtet dja shofe hajrin pasurisë, se nuk do bëhet rob i pasurisë. Dhe di ai të menaxhoje pasurin, jo pasuria atë
E ai do jetë njeri që e meriton me u ndjel krenar, me u lavdru, edhe njerëzit qerë me e lavdru. Apo, si themi, kjo shumë parelia, ma mashallah shumë cilëshime. E nuk janë foliran, nuk janë çalamxhi, fëmijët i edukojnë mirë. Shif, edhe në sytë e njerëzve qerë, janë njerëz të mirë. I meritojnë gjitha lavdatat, sidomos thot kur i injorojnë apo i lanë anësh këto të mira të mëdha të kësaj bote. Ibn Mubarekut, një prej nxënësve të Ebu Hanife, si kanë thënë, ku je bo imam, o dietar zahid, i ftoht nga kjo dinja. Ka thënë zahid thaj, zahid ka qenë Omer ibn Abdulazizi, që ka qenë khalife, se ai që ka pasuri mund ta tregojë a është me të vërtet zahid apo jo. Ai është, thot neve jemi fukara, neve vetëm gjendje që e kemi e jetojmë. Pe ta shohim po na erdhi një pasuri si do e menaxhojmë, atëherë na vlerësua jemi zahid. Kështu të flasim xhamat, shumë kollaj është. Allah ja Rabbi, dhe bëj duan e Kemal Efendis hodën të. Ja Rabbi, as shumë pasanik, amin, as shumë të varfër. Ja Rabbi, mesatar, amin. Dhe me këtë mbarojmë dersin. Allahu ju shpërbleft. Javën tjetër vazhdojmë me sjelljen e bukur të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.